Mungesa koshave të mbeturinave është një problem mjaft shqetësues në fshatin Barbulloje Vjetër. Nga mungesa koshave të mbeturinave, banorët e zonës i hedhin ato në çdo vend, anash rrugëve dhe në kanalet aty pranë. Dhe duke hedhur mbeturinat në kanale, ato bllokohen dhe më pas shkaktojnë edhe përmbytjet kur ka rreshqe të dendur shiu. Banorët e kësaj zone shprehen për televizionin Lezhë mjaft të shqetësuar për sa i përket kësaj situate të krijuar. Tash, shihim mbeturin ku janë. Me ta turpë në mi pa kush, bota se mirë, na një mësu me këtë erë, në mi të gazep. A nuk ka kosha mbeturinash këtu? Jo, janë një di kosha që më thanë që në njëni ka punë privat për me më të qeqet, e qitja patrunë, vini pasojnë, po jo. Kryesojnë dhe në koshat, paktin shanë kanalit afërsi këtu, e me hedhë me të rena. Unë për vjetë shkoj hedhë kësë me teja. Janë pastru vjetë, pjesërisht janë pastru vjetë kanalet, po e përsëri janë bloku, po të hedhë me të rinë, të hedhë të anazë dhe shefe s'kanë në di kosha me hek me të rinë të shti. Banorët janë të vetëdijshëm se përse ndodhin përmbytjet në këtë zonë, pasi janë vetë ata, të cilët thasit të mbeturinave i hedhin në kanale dhe me pas ata bllokohen, dhe gjitha kjo vjen nga mungesa koshave dhe papërgjegjshmëria e njerëzve. Ka i kosh, këto moshët më në disë. Që fillon për një krejt rrugë, se ka kulturën vetë, thami sholla kërkon kulturën vetë robi. Unë thashë marrë përshë që ke pomët, e shkoj dërë kësë me teja. Në kosht, a? A ka pas përmbytje këto? Po. Jo, ka përmbytje që këmit vetën në ujë. Hedhë me thesën me të rinë atë në ula me të punë, mos pas të kanalin, a si pas të kanalin, aja është njëri në gjeshëm, i kulturum. Kam kalu jetën e jashtetit, mi thë, jo vetë që përse, për kam shku që punë ke fëmija. Mere men, kur vje punë, një fëmi, një bisë që ngare me gjithë kun, shko në hedhë me ta, kush në vetë. No, ja hedhëm qëtër të rejnëve. Zgjidhja më mirë do të ishte që institucionet përkatëse të vendosin koshat në çdo zonë. Ma sot ma kesh për ne, kulturo jërë mongut. Qata, a i kalele pastrun, hedhë me të rejnë, hedhë rrusha, hedhë thas me të rinësh, ma sot ma kesh për ne.